27 qershori është një ditë kujtese dhe ndërgjegjësimi për çështjen Çame. Në një fjalë të mbajtur këtë të njëjtën në Kuvendin e Shqipërisë, deputeti i Partisë Demokratike të Vlorës Bujar Leskaj thotë se kjo datë është e rëndësishme në kalendarin kombëtar, pasi në vitin 1994 Kuvendi i Shqipërisë e shpalli si ditën e përkujtimit të gjenocidit të shovinistëve grek ndaj shqiptarëve të Çamërisë, duke njohur kështu një plak të hapur të historisë sonë kombëtare. Por pas 81 vitesh, çështja Çame vijon të jetë e pazgjedhur. Pas mbi 80 vitesh, çështja Çame mbetet ende e pazgjedhur. Shteti grek jo vetëm që nuk e njeh genocidin, por refuzon të pranoj edhe vetë ekzistencën e komunitetit Çam në Greqi, e shqiptarëve të Çamërisë në Greqi. Sot në trojet e tyre jetojnë ende 70-80.000 Çam ortodoks, të cilëve u mohohet çdo e drejtë etnike dhe janë në proces të thellë asimilimi. Shqipëria nga ana tjetër, në gjithë këto vite demokraci, mbi 35 vite, nuk ka arritur të ndërtojë një strategji të qartë diplomatike për këtë çështje. Megjithse parlamenti miratoi një rezolut në 2004 dhe ligjet e mëparshme e përcaktojnë këtë plagë si çështje zyrtare, përpjekjet kanë qenë minimale. Në historinë e qeverive shqiptare dhe të parlamentarizmit shqiptar, shënohet vetëm qeveria Meksi 92-96, kryeministri Meksi dhe presidenti Berisha që e kanë trajtuar me guxim këtë çështje në atë kohë. Dhe më vonë asnjë qeveri nuk ka bërë asnjë gjë për këtë çështje. Dy janë drejtimet ku shteti shqiptar duhet të përqendrojë përpjekjet, thot deputeti Leskaj, ndërsa sipas tij, për ironi të historisë, edhe në Shqipëri, Çamët nuk gjetën dot drejtësi. Ngritja zyrtare e çështjes Çame në tryeza dypalqe me Greqinë si një çështje legjitime dhe e pazgjidhur, dhe dy, përfshirja e çështjes në dokumente strategjike si Traktati i Miqësisë që daton nga 1996 kur të ripërtërihet dhe deklaratat e partneritetit me shtetet fqinje dhe BE. Shqipëria ka të drejtën sovrane si antare e NATO-s dhe OKB-s të kërkojë kthimin e pronave, njohjen e identitetit dhe dëmshpërblimin për pasuritë e shfrytëzuara padrejtësisht. Për ironi të historisë dhe për fatkeqësi të tyre, edhe në Shqipëri, Çamët nuk gjetën drejtësi. Regjimi komunist i Enver Hoxhës shfrytëzoi për interesa politike dhe më pas i persekutoi me egërsi. Propaganda fliste për ndihmë, ku në realitet ndihma më e madhe erdhi nga UNRWA me rreth 1.45 milion dollar në atë kohë, çka sot është një shumë në tejet e madhe, në 10 milion dollar. Ndërkohë që shteti shqiptar u jepte atyre vetëm 250 gram bukë në ditë. Mira prej tyre vdiqën nga uria dhe sëmundjet në Shqipëri. Çamët, me mpretësi të thellë politike, refuzuan të bëheshin pjesë e luftës civile greke, duke mbrojtur vetëm flamurin shqiptar, flamurin kombëtar. Ky qëndrim i ndershëm kombëtar i tyre u akmor, gjeti akmarrje nga regjimi, me ndryshimin e shtetësisë në vitin 1953, ndëshkime të shumta, burgime, internime, madje dhe vrasje të maskuara si vetvrasje apo aksidente. Unë e kam përmendur dhe herë të tjera në kuvend, dëshiroj ta përmend edhe sot, telegrafisht me një fjali. Familja Sejko është shembulli më i qartë i këtij persekutimi të dyfish, nga grekët dhe nga shqiptarët. Teme Sejko, ero, partizan, meqense kjo mazhorancë sotme është partizane, dhe admiral u dënua me vdekje si armik, ndërsa familja e tij u asgjësua në mënyrë më çnjerëzore. Djali Sokoli u pushkatua, bashortja u vran në rrethana të dyshimta duke sajuar si vetvrasje, djali tjetër Edmondi kaloi jetën në burgje e të tjera. Regjimi i Enver Hoxhës shpiku tezën famkeqe, antikombëtare se Çamët janë të pabes, një stigmë e padrejtë dhe kriminale. Sipas deputetit të Partisë Demokratike të Vlorës Bujar Leskaj, Brezi i Ri duhet të di emrat e atyre që mbollën urrëtitje ndaj Çamëve. Kujtesa historike nuk është akmarrje, është ndërgjegje kombëtare, thot ai. Për Leskaj, Çamëria nuk është vetëm një krahin, por një kujtesë historike, një amanet, një detyrim që s'mund të shtyhet më tej në harres. Sot, Brezi i Ri duhet të di emrat e atyre që mbollën urrëtitje ndaj Çamëve, duke filluar nga diktatorët Enver Hoxha, Mehmet Shehu dhe të tjerë, Kadria Zbiu, Ramiz Alia, Rita Marko, Miallaj Ziçishti, Nevzat Asnedari, Sul Baholli e të tjerë. Disa nga pasardhësit e tyre janë aktiv në politikë sonte, në Partinë Socialiste dhe kërkojnë votën e qytetarëve. Kujtesa historike nuk është takmarrje, është ndërgjegje kombëtare. Çamëria nuk është
thjesht një krahin. Ajo është kujtesë historike, një amanet, një detyrim që s'mund të shtyhet më tej në ares. Përballë historisë, drejtësia nuk parashkruhet dhe një popull që nuk kujton të kaluarën rrezikon ta përsërisë atë. Unë kërkoj ta kemi seriozisht në agjendën zyrtare të shtetit shqiptar këtë çështje, në diplomaci, në tekstet shkollore, në debatin politik, në ndërgjegjen e çdo shqiptari. Nuk ka paqe të qëndrueshme në këto kushte kur ti nuk njeh genocidin që është ushtruar ndaj shqiptarëve të tu. Nuk ka dinjitet kombëtar pa përballje me të kaluarën. Nuk ka shtet serioz pa mbrojtje të qytetarëve të vet brenda dhe jashtë kufirit. Unë ftoj nesër të gjithë shqiptarët, kolegët politikan, të bashkohen marshimit që çamët e Shqipërisë zhvillojnë në qafbot, në nderim dhe në përkujtim të 27 qershorit të kësaj dite kujtese dhe ndërgjegjësimi për çështjen çame.